Nga diabeti, ky është ushqimi ideal për ju. Diabeti është një sëmundje kronike e cila mund të avancojë deri në verbëri, probleme me veshkat ose sëmundje koronare të zemrës. Në këto kushte është e rëndësishme që njerëzit me diabet të kujdesen për ushqimet që konsumojnë. Për këtë arsye, ne do ju tregojmë se cili është mëngjesi që diabetikët duhet të konsumojnë për të shmangur komplikacionet e rënda shëndetësore. Për të gjithë njerëzit, mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i dietës, por veçanërisht për diabetikët sepse glukoza e tyre mbaron më shpejt. Sanduiç me omlet, përbërësi 2 feta bukë gruri, 1 vezë djathë me yndyrë të ulët. Përgatitja. Merrni 2 feta bukë gruri dhe lyeni me pak gjalp, ndërkohë përgatisni një omlet me 1 vezë me pak djathë me yndyrë të ulët. E gatuani në një tigan me pak yndyrë për disa minuta. Vendoseni omletën brenda fetave të bukës dhe është gati për të konsumuar, sidomos për njerëzit që vuajnë nga diabeti, citonel pikon.